Sa përqind ka vetja jote këtu? Që ti nuk e shman dok veten se ky personaliteti je ose ky karakteri je. Po. Si e ndan sot? Ti je në një pikë që reflekton, unë e dalloj që ti reflekton. Po. Unë ndaj kështu. Ne kur lindim, marrim një fat caktuar nga prindrit. Na vëjnë emrin. Na caktojnë fen. Na caktojnë si duhet sillemi. Dhe ne si fëmijë pranojmë gjitha këto se kuptojmë. Dhe na duket mirë. Dhe vazhdon rritesh. Dhe rritja ime ka qenë e tillë që kam qenë një familje shumë të shëndetshme, të mirë, me dashuri. Nuk kemi qenë tek ai fukaralliku i post-komunizmit. Kemi qenë mirë për të jetuar, nuk kam vujt nga ana ekonomike siç mund të kem vujt njerëz tjerë, por kur u rrita më kapi 97 11 vjeç. Dhe kur më kapi 97 11 vjeç isha një fëmijë. Si mund shikosh një fëmijë sot që thirrën në emisione që thu sa i zgjur ky fëmia? Një fëmijë që flet pastër, një fëmijë simpatik, që ke qef ta kesh afër. Unë kam qenë një tillë. Dhe duke qenë një tillë, më ka përkëdhel, po themi, ajo pjesë e caktuar e qytetit që i njifte familja ime. Jo unë. Flas për brezat më të mëdhenj se mua, se moshatar, i kisha moshatar. Dhe jam rrit i përkëdhelur nga njerëzit më të pushtetshëm të qytetit. Që do të thot, unë gjithmonë kam qenë lider i moshës time. Nëse unë jam tani me një moshatarin tim, automatikisht unë kaloj në lider, jo sepse kam të nevojshme, po vjen natyrale.